Nevojat për gjak në vendin tonë po rriten vazhdimisht si pasojë e shtimit të ndërhyrjeve kirurgjikale, trajtimit të pacientëve onkologjik që kanë nevojë të vazhdueshme për transfuzione, si dhe pacientëve talasemik. Nevojat për gjak janë vazhdimisht në rritje, kjo për shkak të rritjes së numrit të ndërhyrjeve kirurgjikale që të një më komplekse, fal trajtimit pacientëve onkologjik të cilët kanë nevoja të vazhdueshme për transfuzione të komponenteve të gjakut, pa harruar edhe pacientët kronik, siç janë pacientët talasemik, për të cilët transfuzioni i komponenteve të gjakut është jetë shpëtues. Megjithse vitet e fundit është vërejtur një rritje e dhurimeve vullnetare të gjakut, ende ekziston një hendek midis numrit të dhuruesve dhe nevojave reale. Vazhdon të mbetet një hendek midis rritjes së nevojave për transfuzione të komponenteve të gjakut dhe një rritje jo në të njëjtat nivele të dhurimeve vullnetare të gjakut. Sipas mikes transfuziologe Riana Gjeta, dhurimi i gjakut shoqërohet gjithashtu me disa përfitime për shëndetin, ndërsa thekson edhe kriteret që duhet të plotësojë çdo individ që dëshiron të dhurojë gjak. Ka ato benefitet e veta edhe për ata që dhurojnë gjak. Në rast të parë, çdo dhurimi i nënshtrohet një sër analizash për të siguruar që gjaku që do transfuzohet është i sigurt për pacientët, por në të njëjtën kohë edhe vetë dhuruesit në një farë mënyrë bëjnë një check-up të gjendjes së tyre shëndetësore. Për të dhuruar gjak mjafton që personi të jetë i shëndetshëm. Mosha sigurisht është një kriter i rëndësishëm, 18 deri 65 vjeç, një peshë të paktën 50 kg. Persona duhet të ndjehen mirë me shëndet, të mos vuajnë nga sëmundje infektive që mund të transmetohen nëpërmjet transfuzionit të gjakut. Për vitin 2025, dhurimet e gjakut në nivel kombëtar shënuan një rritje prej 6.7% krahasuar me një vit më parë. Megjithatë, mjekët bëjnë apel për më shumë ndërgjegjësim nga ana e qytetarëve pasi nevojat mbeten ende shumë të larta.